Tani e kemi një qendër të re të mirëfillt të inovacionit arsimor. Që se çfarë ndodh këtu në Universitetin e Prishtinës, në universitetin më të madh e të ranguar më së miri jo vetëm në Kosovë, por në gjitha viset shqiptare ka jetojnë në Ballkan e me këtë edhe në botë, është esenciale për të ardhmen e këtij vendi. Sot në objektin e Fakultetit të Edukimit gjithçka është e re. Transformimi i sistemit arsimor në Kosovë dhe në Shqipëri përmes teknologjisë digjitale në edukimin e mësimdhënësve, vetë emri i projektit më së miri përmbledh edhe qëllimet objektivat të cilat synojnë modernizimin e arsimit të lartë në përgatitjen e mësimdhënësve dhe edukatorëve me aftësitë dhe vlerat e duhura në shekullin 21. Ju gëzohemi shumë e krenohemi kur shohim rezultate konkrete si kjo studio e re e cila do të ofrojë një gamë të gjerë shërbimesh duke bërë më atraktiv mësimin dhe edukimin. Duke nisur nga materialet në format audio dhe video e deri tek lojrat edukative, tani e kemi një qendër të re të mirëfillt të inovacionit arsimor. Përurojmë këtë laborator i cili faktikisht do të kontribuojë që edhe mësuesit e Kosovës t'jenë në hap me kohën e kur na vinë ata nxënës që do të marrin mësimet në shkollat e Kosovës një ditë këtu në universitet, atëherë gjithsesi edhe ne apo ata që do të vinë pas nesh do të kenë shumë atletë që të nxojnë hapin me zhvillimet teknologjik gjithanej që po ndodh edhe po e transformon edhe mënyrën e edukimit, shkollimit, mësimdhënies, po edhe të vetë studimeve. Që se çfarë ndodh këtu në Universitetin e Prishtinës, në universitetin më të madh e të ranguar më së miri jo vetëm në Kosovë, por në gjitha viset shqiptare ka jetojnë në Ballkan e me këtë edhe në botë, është esenciale për të ardhmen e këtij vendi. Nga përvoja ime këtu si dekan i këtij fakulteti, infrastruktura ka qenë pjesa më e lehtë e punës sime. Kryesisht fal projekteve ndërkombëtare, si projekt që kemi sot i financuar nga Bashkimi Evropian të KAD-it për zhvillimin e laboratorit cilin po e promovojmë. Sot në objektin e Fakultetit të Edukimit gjithçka është e re apo e rimodeluar nëse marrim pikë referimi vitin e pandemisë, e këndej. Këtu si institucion ne po bëjmë ridimensionimin ton si Fakulteti i Edukimit e që në perspektivë do të jep rezultatet kundrejt kërkesës për mësues më cilësor.